Atëherë mes të Klan Kosovës është koha të rikthehemi në bllokun e tretë për ditën e sotme. Tema është gjeopolitika, e ndërsa do të bartemi në lindjen e mesme. Pas sulmit amerikan ndaj Iranit, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidenti amerikan Donald Trump zhvilluan një telefonat ku ranë dakord për një përfundim të shpejtë të luftës në Gaza brenda 2 javësh, raporton Israel Hayom, por se cili do të jetë çmimi i kësaj paqe nëse arrit, kush do e marrë rripën e Gazës dhe çfarë do të ndodhë me Hamasin. Këtyre pyetjeve do të mundohemi t'i kushtojmë përgjigje, t'i japim përgjigje në fakt nga mysaferët tanë, ku sot të ftuar në një lidhje direkte kam zotri Paul Shtufin. Zotri Shtufi është në atë sitju kemi në Kosova Today. Faleminderit. Gjithashtu në një lidhje tjetër direkte kemi nga Shqipëria edhe zotri Eduard Thartori. Kënaqësi të jesh me ne zotri Thartori. Përshëndetje, nga Turqia, po, jo nga Shqipëria. Nga Turqia, edhe më mirë edhe më afër, por do ta filloj këtë bisedë me zotri Shtufin. Zotri Shtufi, e shihni të mundur arritjen e paqes në Gaza brenda 2 javësh? Do të përgjigjen shpejt. Mund edhe ta elaborosh, pse jo? Jo, vështirë është me pa brenda 2 javësh, sepse konflikti është tepër i ndërlikuar dhe nuk du të harrojmë se Trump, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk e kanë vetëm Izraelin si problem dhe si temë për të zgjidhur. Dhe Trump i ka edhe disa prioritete tjera. Unë duket se kjo marrëveshje, që ende s'është bërë, më shumë i ngjan një shpejtësie për të mos u bërë. Një shpejtësie për të mos u bërë? Po, ajo përfundimtare jo, ashtu 2 javë, 1 javë, Izraeli ka bërë me Hamasin pa asnjë ndërmjetësues, por ato nuk kanë sjellë të mira, ato kanë sjellë veç tragjedi. Dhe për një paqe të qëndrueshme, duhet të gjitha palët të pajtohen. Në këtë rast ne kemi të pajtuar vetëm Trumpin me Netanyahu, të cilët në parim pajtohen, dhe ato nuk i kanë ndryshuar, ato parime i kanë pasur, ato kushte. Mirë po tash duhet prit ana tjetër se çka ofron, çka thot, si ndihet pas gjithë këtyre disfatave që i kanë mësu edhe në terrenin e Palestinë, po edhe në tashmë në kokën e gjarprit që ranë gjithë ato bomba, dhe duket se pozicionet janë shumë më të favorshme tani, por megjithatë, paqe brenda 2 javësh unë nuk shoh. Por zotri Thartori, si e shikoni ju këtë çështje, sepse në herën e fundit që u pyet në lidhje me bartjen e popullit të Palestinës nga Gaza, Donald Trump dukej të ishte i prerë. E besoni, shihni të mundshëm një opcion të tillë? Unë në fakt, sigurisht këtë çështje e Donald Trumpit, unë nuk e marr shumë seriozisht Donald Trumpit. Madje mund të them që gjithë kjo platformë që ai ka paraqitur me Netanyahu, më thonë besoj që është një platformë e papranueshme nga vetë Gaza dhe është utopike. Po si nuk e merr një seriozisht zotrin Trump kur kryeministri apo i vendit, flamurin e të cilët e keni aty pranë, ai e merr shumë seriozisht dhe në fakt bëri një punë shumë të madhe gjatë kohës së Trumpit. Shiko, kryeministri, presidenti i këtij vendi ka vendimin e vet, unë kam vendimin tim. Në këtë rast unë po them që platforma që ka sjell Trumpi është një platformë shumë e papranueshme, është një përsëritje e atyre që ka thënë më parë, kupton pra. Pra nuk është reale. Ka kërkuar që të largohet Hamasi për aty, diçka që është e pamundur, sepse e kanë provuar me armë, e kanë provuar me fuqi, e kanë provuar dhe nuk i kanë arritur. Atëherë, kjo është e paarritshme, numër 1. Numër 2, pastaj fakti i përzënies së njerëzve nga Gaza. Edhe kjo është një utopie që Trumpi e ka, por unë e shoh jo serioze çështjen, mirë po, a mund të arrihet një paqe apo jo? Këtu ne mund të vazhdojmë të diskutojmë sepse vërtet mund të arrihet një paqe. Dhe paqja që mund të arrihet është pikërisht ajo që është kërkuar edhe nga Hamas, ku të largohen të gjithë trupat izraelite nga Gaza dhe Hamas nuk e ka problem çështën e qeverisë, kur dhe qeveria anën politike të Gazës. Po. Hamas qëndron aty, Hamas ka qëndruar aty, do të qëndrojë aty si garantues që të drejtat e popullit vet do të
do të respektohen. Me këtë pikë domethënë nuk ka diskutim fare për çështën e Hamasit. Hamasi ka deklaruar që armën që kemi nuk e hedhin kurrë, do të jemi këtu. Po. Gjitha këto Po çfarë sigurie garanton sot Hamasi? Çfarë sigurie zotëri Thartori ofron sot Hamasi për popullin e Palestinës kur ne e dim se është pikërisht Hamasi ai që shkakton pastaj dëm duke u mshefur brenda popullit palestinez. Kjo çështja e mshefjes brenda popullit palestinez, kjo është një gënjeshtër e madhe sepse gjithë ata cilët ti po thon që Hamasi mçihet brenda tyre janë njerëz të vet, janë fëmijë të vet. Po mirë, ju po thani se ofrojnë siguri dhe garanci për siguri Hamasi. Më tregoni zotëri Thartori se çfarë siguri ofron Hamasi atje. Më fal. Shiko, nëse këtë pyetje do t'ja kishte bërë dikur UÇK-s në 1999, cila do të ishte përgjigjja e UÇK-s? Unë po ta them se do të ishte UÇK-ja me Hamasin. Më fal, fillimisht zotëri Thartori kërkojnë ndjes këtu dohen rrugët e UÇK-s dhe Hamasit. Faleminderit zotëri Shtufi, shumë faleminderit për interferencën. Të mos i krahason dy gjëra që nuk kanë lidhje me njërin. Ju nuk i krahasoni, por ato janë të dy madje më fal një minutë, mos ndërprisit lutem. UÇK-ja ka luftuar për lirinë e Kosovës dhe kemi respektuar dhe e duam fort. Të njëjtën gjë bën edhe rezistenca që quhet Lëvizja Islame Hamas në Palestinë. Po, por ka kryer UÇK-ja vrasje brenda territorit të Serbisë? Shkoi ti sulmoj në Beograd UÇK-ja? Po të lutem, zotëri Thartori. Zotëri Thartori. Ju i ngatroni ca gjëra. Lutem. Më lër ta mbaroj logjikën. Mirë, pastaj replikojmë zotëri Shtufi, pastaj. Në rregull zotëri Thartori. Okej, dakor. Çfarë krahasimi banal, i padrejt, i fyes. Çfarë poshtërsie është kjo me bën UÇK-n një organizatë e cila është pranuar nga Perëndimi aq mirë dhe aq korrekt, është ndër aksionet më interesante që kanë lind kohëve të fundit, ndoshta 50 vjet të fundit, të cilët nga një guerille shndronin ushtrit pikërisht duke respektuar gjithsa të drejtat e njerëzve edhe në luftë. E këta më krahasojnë UÇK-n me Hamasin që pren gra e fëmijë në qafë. Zotëri, avash. Mos jep akuzë që edhe vetë mediat izraelite i kanë mohuar akuzat të cilat janë të padrejta. Mu më intereson çfarë thua ti. O zotëri, edhe një herë tjetër, në lidhje me lëvizjen, Hamasit e krahasu njerëzit dhe organizata që nuk krahasohen. A di si funksionon çështja? Nuk po pyetën, më fal. Dgjoj, o pal. Mu mos ndërprit lutem. Nëse do më fol edhe s'ka. Ama të lutem, më fal. Të lutem mos ndërprit kur unë flas. Po, por le të koncentrohem bisedën. Për ndryshe kjo që po bëni ju, do të kjo është thjesht e zhurmë. Edhe unë nuk kam kohë të humbë, domethënë as me ty as me ata të tjerë aty. Për mua koha është e vlefshme. Po, zotëri Thartori, për ju është koha vlefshme. Edhe për ne. Nëse doni që unë të vazhdoj logjikën e drejtë, atëherë më lejon të flas. Nëse nuk doni, unë iki, s'ka problem. Patjetër, edhe jo në mirë, e dëgjojmë deri në fund zotëri Shtufi. Po. Atëherë, më leni të mbaroj logjikën time, pastaj flasim. Po, por vetë dua të them diçka zotëri Thartori, kërkoj ndjes për interferencën, por dua të them se në asnjë logjik këto dyja nuk janë të barabarta. Pastaj ti mund të thosh, atëherë ma dëgjoj, e dëgjojmë. Atëherë pra po them, do të ishte njësoj sikur UÇK-ja, në këtë rast domethënë Serbia mund të kishte pushtuar Shqipërinë ose ka pushtuar, le të themi një skenar imagjinar dhe le të themi Tirana, Durrësi dhe Kavaja, kjo pjesa këtu domethënë tjetër ajo pjesa që i ka mbetur Shqipërisë dhe një ushtri si UÇK-ja që ka mbrojtur Kosovën, shkon dhe kryen sulme në Lezhë ose në Krujë ose në Shkodër, në të cilën domethënë ata i kanë përzënë për aty. Dhe ju thoni që ai ka shkuar dhe ka kryer sulme në Serbi ose ka kryer sulme në fakt ose po janë vrarë për mini 1200 civil mrena një dite, zotëri Thartori. O zotëri, ajo pjesa e civilëve është një mashtrim më tepër, ajo është një mashtrim më tepër sepse në fillim thanë që ka 1400 civil që i ka vrarë Hamasi në ditën e 7 tetorit. Prej tani, në ditën e parë thanë kështu, pastaj disa ditë më mbrapa thanë 1100, sepse çfarë kishin bërë?
ata kishin llogaritur që 300 civilët e tjerë që ishin ato kufomat pra, ato i kishin qenë kufomat e këtyre njerëzve të Hamasit. Kurse pjesa tjetër, edhe nuk kishin ditë ti dallonin dot sepse kishin shkrirë trupat brenda. Tani çfarë ndodh? Hamasi ka vrarë nga këto 1.100 civil, domethënë, ka vrarë 750 prej tyre, që ka vrarë janë ushtarë, domethënë. Kurse pjesa tjetër janë civil, të cilët janë vrarë bashkë me Hamasin, janë shkrirë brenda. Dhe Hamasi ka luftuar me Kalashnikov, ka luftuar me tanke. Mirë, prit. Por të jemi të përmbledhim më shpejt. Më fal, del në pak që aty është zbatuar ligji i Hanibalit, ku vetë ushtria izraelite i ka vrarë civilët e vetë në mënyrë që mos bëj peng e Hamasit. Kjo është e vërteta që ju nuk e thoni. E qartë. Zotri Shtufi, unë e kam një pyetje më konkrete me juve. Cila do të ishte garancia ose çmimi i kësaj paqe? Ne e dim se Izraeli kërkon pengjet e veta, por zotri Shtufi, a mendoni që në momentin që i merr pengjet e veta Izraeli arrihet paqja, përfundon diçka, dhe a mendoni se Trump ka arritur që të sigurojë këto pengje, prandaj ai e premton paqen brenda 2 javësh? Shiko, du të me qenë naiv me besu që shkaku i pengjeve bëhet krejt kjo që ka të ndodhë. Shkaku i shkaqeve është shumë më i lartë, shumë më i madh, dihet. Pra janë një pretekst pengjet. Është preteksti. Nuk është preteksti i vogël, por është i patë i kalueshëm në këtë moment, pa e bë atë veprim nuk ka paqë, por paqja vazhdim, do me thonë, janë kushte tjera që duhet plotësohet. Hamasi duhet ose të dorëzohet, ose të shkatërrohet, siç janë paraparë këto gjëra edhe më herët, siç ndodhi edhe me Iran. Do me thonë, këtu për me mbet diçka që të besojmë për paqe, duhet kemi... Atëherë, më lejo pak të shtoj diçka aty tek fjala e Shtrufit. Atëherë po ju them që kjo që ju sot e quani si një organizat terroriste për Hamasin, do t'ju vi shumë shpejt koha që kjo organizat do të jetë pranuar gjithsesi në botë, dhe ajo që do të quhet organizat terroriste do të jetë pikërisht shteti i Izraelit. Dhe Hamasi vetë konkretisht do të jetë i vetmi organ zyrtar përfaqësues i Palestinës dhe i drejtave të palestinezëve. Mbajeni mend këtë që po ju them, sepse do të ndodhi shumë shpejt. Dhe atëherë kur ndodhi, unë dua që ju që sot e quani terroriste, nesër ju ta pranoni në drejt që po, ne kemi gabuar. Unë do ta pranoj, politikat që po vinë aktualisht, edhe kemi dhe dëshmi të komisionerëve europian, të cilët kanë bërë diskutime dhe janë ulur me krerët e Hamasit disa vjet më parë, dhe kanë thënë, prit një minutë, avash se ka dëshmi për këtë, nuk po flas në ajër. M'fal. Dhe kanë thënë, ata ishin njerëz politikan shumë të profesionistë, njerëz me shumë zemërgjërsi të madhe dhe njerëz me plot logjik. Nuk ishin ata të cilët ne na i ka thënë media, na i ka përshkruar media. Ora vllai dashur. Ajo është një lëvizje, ajo është një lëvizje irredentiste që lufton për hyjën e vendit vet. Mos harroni se edhe UÇK-n në fillim fare e quajtën terroristë amerikanët. Me Ibrahim UÇK-ja s'ka vrarë popullat civile, zotri Thartori, të lutem mos ma bë këtë krahasim sepse më vjen turp mua në këtë moment. Ti mund të të fitë turp, por e vërteta është kështu. Ajo nuk ka të bëjë me vërtetën, zotri Thartori. Më vjen shumë keq, zotri Thartori, zotri Shtufi. Nuk mund t'japi version tjetër. Jo, ti më nësh me versionin që shdush, zotri Thartori, se na nuk mujna me të ndalu, këtu veç mujna me në linjën. Ama kjo nuk ka të bëj me vërtetën, ajo që po thonë jo. Po, zotri Shtufi. Juja është pa logjike. Dëgjoj. Historikun ka tregu kështu. Në qoftë se logjika jonë dhe e Hamasit ishte e njëjtë, atëherë ajo që flet një është e palogjikshme. Po, zotri Shtufi. Shumë shpejt kohë ju do ta kuptoni vetë bota bashkia ndërkombëtare do ta kuptojnë se Hamas. Të dëgjuam deri tash zotri Thartori. Të dëgjuam. Jo, do të dëgjojmë deri mbrëmje. Dëgjoj. Këta tendenca islamiste, terroristëve islamistë, këtë rast edhe ky që ka ja thoj kategorie, që UÇK-n e kanë çdo paraqitje e përdorin UÇK-n e mundohen me bë të barazvlefshme me Hamasin dhe e kanë si qëllim, ka bërë si strategji, ku ta diun për çka. Domethënë diçka që e prish komplet muhabetin kur hyn me bën një analizë, merresh gjithmonë Ti ku ke qenë ti ku ke qenë ti më burr, ti ku ke qenë, ti ke refugjat. Zotri Thartori, ata dëgjojnë. Unë kam lënë ndihmë për Kosovën dhe për UÇK.
Ti ku shie pra për menaxhiku ne, domethënë. Po mos për burse je hiç. Zotri Thartori, të lutem sepse të dëgjoj me vëmendje, të lutem ta dëgjojmë zotri Shtufin. Ka kulturë ky, shija trunin që e ka komplet. Ja, të lutem zotri Shtufi, merre me temën, të lutem. Po pra, të lutem. Ju po na akuzoni për terrorizëm. Ju na akuzoni ne për terrorizëm. Pse sepse jemi me mendimin tuaj? Le ti fol pastaj, jo kur flas. Kjo është ofendim që ju bëni. Kjo është ofendimi juaj. Ku ka ma ofendim? Po mendësia jote nuk e kupton që unë kam mendjen time, ti e ki tonë. Ti se kupton? Ti ke mendjen tënde, po s'të lejoj që të më ofendosh mu. Mirë, nuk është duke të ofenduar askush, zotri Thartori. Zotri Shtufi, të lutem, jemi krejt në fund. Por ne i kemi dhënë Kosovës gjithçka, i kemi gjithë energjitë tona. Ka kuptim me kësi farë. Kjo është pa drejtë për ju. Po ju, njerëz si puna jote kanë qenë refugjata ne nëpër Shqipëri, nëpër botë. Po ku e di ti? Po ku e di ti? Po ku e di ti zotri Thartori? I kalubrit të ti ju njoh. I di ky i di gjitha. Mirë, e lëm. Mirë zotri Thartori, dua ta bëj një pyetje. A ka të drejtë të flas tash? Jo. Ama pa akuzu, pa na ofendu. Pa, normalisht. Të lutem, zotri Shtufi, jemi drejt fundit, merremi me temën. Mua shumë më interesant ta përjashtoj nga çdo kombinim i tillë mburrjen e Kosovës, ushtrisë lirimtare të Kosovës, më interesant të merremi pikërisht me gazën. Sa është larg realisht paqja, zotri Shtufi? Shiko, nuk është punë mburrje, ta ndërpres ta fillojmë këtë muhabet ndryshe. S'është punë mburrje, është punë fyrje. Ti kur një organizatë terroriste e krahason me UÇK-n, ti ke fy UÇK-n brutalisht. Tu është puna. Dhe e ke vrejt. Të gjithë këta që paraqiten këtë formë, të gjithë e kanë të njëjtën, që të gjithë mundohen UÇK-n me mod barazlefshme me terrorizmin. Historia e UÇK-s nuk e lejon një gjë të tillë. Kështu që janë organizata për liri, që luftojnë për liri. Mos pisi budalliqe kot. Mirë, zotri Thartori. Si kjo këtu atan luftojnë për lirinë e vendit vet. A ka shkuar Hamasi ka bërë akte terroriste jashtë Palestinës? Mirë, zotri Thartori, a ka mundësi ta japim mendimin, jemi ashtu kështu në fund. Zotri Shtufi, të lutem merremi direkt me temën. Zotri Shtufi. Mendsinë ka tillë, që s'mundet mu përmisu sot. Fal, zotri Thartori, do na lëni ta bëjmë këtë intervistë. Jemi krejt në fund. Mirë, zotri Thartori, faleminderit shumë që ishe me ne, kënaqësi, do të diskutojmë ndonjëherë tjetër. Zotri Shtufi, dua këtë përgjigje nga ju, nuk dua të merrem me këto gjëra, nuk dua të dal nga tema. Dua të di cila është garanca e paqes brenda 2 javësh në Palestinë. Nëse ka një të tillë normalisht. Jo, garancë nuk ka, sepse palët që e bojnë paqen nuk janë pajtum, janë pajtum miq të ngushtë mes veti. Por kjo nuk është e pavlefshme, kjo ka një rëndësi shumë të madhe, sepse brenda kohës janë të zhvillu edhe me arabët, sidomos është shtetet këto Emiratet janë fort të angazhume, edhe kjo Arabia Saudite. Mirë për Arabia Saudite ka disa kushte shumë njerëzore, që s'do të futet me një bisedë koti, që me kërcit armët pas një kohë përsëri. Do të thonë, ky është muhabeti që zhvillohet tash për tash prapa, si them. Po këto jemi krejt në fund, po këto çështjet e zhvendosjes së popullsisë mendoni se mund të bëhen realitet një ditë? Ato janë probleme. Për mu janë probleme që nuk muj me interpretu, muj me kuptu, por s'muj me interpretu, sepse vërtet është problematike, vërtet është shumë më duket edhe pa mundshme, përveç se garanca nëse hynë garancionet të mëdha për kthimin e tyre pas ndërtimit të Gazës, siç janë Egjipti, siç janë Arabët dhe Amerika. Pa garanca tilla nuk besoj që mund të ketë përveç dhunës, tash dhuna se s'ka ndodha nuk. Urojmë që dhuna të ndalet dhe gjithashtu urojmë që t'ja dim më shumë UÇK-s edhe atyre djemve që luftuan për lirinë që e gëzojmë sot. Zotri Shtufi, është shumë kënaqësi të ishim në bashkëbisedim. Urojmë që në të ardhmen të kemi rastin të bisedojmë këtu në studio. Do të ishte shumë kënaqësi. Atëherë miq, faleminderit shumë që qëndruat me ne, ishim me zotrin Thartorin dhe zotrin Shtufin, ndërkohë që përpara se të shkëputemi me pak marketing, ju tregoj se Ivanka Trump dhe Jared Kushner kanë zhvilluar një vizitë të papritur në Vlorë, por pse? E kuptoni pas marketingut.